të kishte dalë? Si që doli Selini me Brikenën, po të kishte dalë Rogerdi me Brikenën, unë e mi bindëm që Brikena kishte nxjerrë jashtë. Për finalit, thuti? Po. Po do rritë mrena, pra? Si që nejti Brikena? Kishte nxjerrë jashtë kam fjallën... Që e kishte kalu? Mos të quja shumë? Sa mendimin time? E mirë. Po të kisha qenë unë për shumë. Si me ndonë? Me Rogertin. Ti me Rogertin? Pa. Them drejtën krahasim qa loje dhe mendje ke pas fillim. S'po e komentoj, po të paktën aq njerëz sa ke pas për rreth, apo ndikim, mira, të keqa, flas thjesht për vëmendjen ose që ke qenë ndër më të përfolurit. Krahasime tani kera shumë, se debatet e tuja i bën ai. Situata ke pas veç me Selinin, çdo prajm të përfol me Selinin, unë mendoj që edhe publiku a bë bajat. Hajde shpjegojmë këtë situatën, hajde shpjegojmë krevatin, hajde shpjegojmë këtë sqarimin. Jo ke fajin ti, jo e kam fajin unë. Nëse mendimi jot është ai, s'është problem. Ti e shef, unë po ta them pa... Më ta kam thënë me të bërtitme, po për mendimin tim më ta kam thënë, Rogerdi realisht ka marrë me të bë shok, me të bë lajka kot, me të bë qefi, me të vanë hije, duke bë sikur ai po të mbron, po ndërkohë, përveç luftës vetë që ka ai me Selinin, ai ka si justifikim me bë dhe luftën tate.